Problemi është marrë nga libri Matematika 9 i shtëpisë botuese Pegi, me autor Edmond Lulja dhe Neritan Babamosta. Përmbajtja e problemit lidhet me faktin që janë dhënë dy trekëndsha dy brinjeshëm, konkretisht trekëndshi ABC dhe KLM, të cilët kanë këndet në kulm të barabarta. Pra, masa e këndit C është e barabartë me masën e këndit M. Brinja anësore dhe baza e një trekëndshi janë 17 dhe 10 cm. Kështu në trekëndshin ABC, brinja anësore AC është 17 cm dhe baza AB është 10 cm. Baza e trekëndshit tjetër është 8 cm. Konkretisht, KL-ja është 8 cm. Kërkohet që si fillim të vërtetohet që këta trekëndsha janë të ngjashëm. Dhe më pas kemi dhe kërkesën B, ku duhet të gjendet brinja anësore e trekëndshit dytë. Atëherë vazhdojmë me arsyetimin për vërtetimin e kërkesës së parë, pra që të tregohet se këta trekëndsha janë të ngjashëm. Në lidhje me këndet e trekëndshit ABC, mund të shkruajmë që shuma e këndit A me këndin B është e barabartë me 180 gradë minus masën e këndit C. Ndërsa për trekëndshin tjetër, KLM, mund të shkruanim gjithashtu diçka të ngjashme, pra shuma e masave të këndit K dhe L është e barabartë me 180 gradë minus masën e këndit M. Meqense trekëndshi ABC është një trekëndsh dy brinjeshëm, atëherë këndet e bazës janë të barabartë, kështu që mund të shkruanim që masa e këndit A është e barabartë me masën e këndit B është e barabartë me 180 gradë minus masën e këndit C mbi 2. Diçka të ngjashme mund të shkruanim dhe për rastin e trekëndshit KLM, duke patur parasysh që dhe ky është një trekëndsh dy brinjeshëm dhe këndi K dhe këndi L kanë masa të barabarta, pra duke shfrytëzuar dhe këtë barazim, shkruajmë që masa e këndit K është e barabartë me masën e këndit L baras me 180 gradë minus masën e këndit M gjitha mbi 2. Por nga të dhënat e ushtrimit na thuhet që masa e këndit C është e barabartë me masën e këndit M. Pra, duke patur parasysh këtë fakt në barazimet tona, kuptohet që gjithë vlera e thyesës 180 gradë minus C gjitha mbi 2 është e barabartë me vlerën e thyesës që gjendet në barazimin tjetër, pra 180 gradë minus masën e këndit M gjitha mbi 2. Prej këtu rrjedh barazimi midis masës së këndit A, B, K dhe L. Pra, po e shkruajmë këtë barazim për të kaluar në figurë ku prezantojmë këta 4 kënde A, B, K dhe L si të barabartë me njëri tjetrin. Pra kemi minimalisht dy kënde të trekëndshit ABC të barabartë me dy kënde të tjerë të trekëndshit KLM, që do të thotë, sipas rastit parë të ngjashmërisë trekëndshave, që këta dy trekëndsha janë të ngjashëm me njëri tjetrin. Pra në këtë mënyrë kemi vërtetuar kërkesën A të këtij problemi. Vazhdojmë me përcaktimin e brinjës anësore të trekëndshit të dytë. Duke patur parasysh ngjashmërinë e dy trekëndshave, të cilën po e shkruajmë simbolikisht, do nxjerrim raportet e brinjëve të këtyre dy trekëndshave. Kujdesemi që emërtimin e trekëndshit ABC dhe KLM ta bëjmë në një mënyrë të tillë që shkronjat përkatëse të përfaqësojnë kënde me masa të njëjta, kështu A-ja me ken, B-ja me len, apo C-ja me men. Në këtë mënyrë, e kemi të lehtë të përcaktojmë tre raportet, duke marrë për raportin e parë dy shkronjat e para të emërtimit që kemi bërë trekëndshit ABC me dy shkronjat e para të emërtimit të trekëndshit KLM, pra AB mbi KL. Pastaj vazhdojmë me dy shkronjat e dyta, BC-ja dhe LM-ja, dhe raporti i tretë me kombinimin e të parës me të tretën tek trekëndshi i parë dhe të parës shkronjës së parë dhe të tretë tek trekëndshi i dytë. Mëtej zëvendësojmë tek këto raporte ato brinje për të cilat kemi të dhëna dhe do të marrim këtë barazim të ri ku duke u përqendruar tek raporti i parë dhe i tretë mund të gjejmë KM
që është një prej brinjve anësore të trekëndshit të dytë. Pra, duke qenë këto thyesa të barabarta, i shumëzojmë kryq dhe marrim këtë barazim 10 që shumëzon km baras me 17 shumëzim 8, që pas kryerjes disa veprimeve, përcaktojmë km të barabart me 13.6 cm. Pra, kemi gjetur gjatësinë e njërës brinjë anësore të trekëndshit të dytë, normale që edhe gjatësia e brinjës tjetër të jetë e njëjtë, pra 13.6 cm. Kështu kemi dhënë fund dhe zgjidhjes së këtij problemi.